Duhet me kanë shumë i kujdesshëm në përzgjedhjet, sepse këtu shpejt paragjykohesh, edhe shpejt vehesh në shinjestër. Por trajneri është si thush arkitekti i të ardhmes kombëtare shqiptare. Ai me siguri e ka një projekt qartë, e ka një plan se si me përfunu i suksesshëm me Shqipërinë. Sigurisht që është paraqit një listë e cila ka kanë e përgjithshme, po si që thash, në fund krejt, në bazë karakteristikave që këto futbolista i do të ketë dispozicion. Edhe me mënyrën se si ai ka dëshirë me ndërtu sistemin e lojës të ekipit kombëtar, ai ka me bë përzgjedhjen e duhur, edhe përzgjedhja ka me kanë për me dali sukseshin duhet të marrë lojtarët më në formë, duhet me marrë karakteret më të mirë, duhet me ndërtu një skuadër grupit. Ne jena një Shqipëri që po ndryshon, jena një Shqipëri e brisht, jena një kombëtare e brisht, nuk jena një kombëtare me balanca të mira, sepse po të kishim një kombëtare të fortë, mendoj që edhe me Poloninë ne do të kishim kënë fitimtar, por sigurisht që aty u treguan që ne jena një kombëtare që psojmë gola që mund të evitohen, pra ka munges të theksume vëmenjet, situatat ndryshme humim përqendrimin. Janë gjanat që rregullohen me lojtarë që kanë dispozicion dhe me karakteristikat që ato kanë që t'i përshtates pra filosofisë të lojës të trajnerit të sapo emëruar. Shqipëria ka prodhuar dhe prodhon talente, një pjesë të cilëve largohen pastaj jashtë vendit, një pjesë humbasin rrugës. A ka sot, ka patur dhe a ka aktualisht zoti Vata një sistem të mirëfillt real zhvillimi? Në Shqipëri? Në Shqipëri, gjithmonë në Shqipëri. Mendoj që në Shqipëri futbolli... Sepse ata nga këtu lindin. Flasim për ata që lindin këtu, jo ata të cilët kanë lindur jashtë dhe zhvillohen jashtë. Po që ka listën e futbollistëve të grumullum, sigurisht që ata janë lojtarë që kanë lind jashtë, janë rrit jashtë, janë zhvillu jashtë, kanë marrë... Që është merit e sistemit atje. Sigurisht, po ABC-ja e çdo gjaje në jetë është shumë e rëndësishme. Sigurisht që ABC-ja futbollit shqiptar, pra shkolla futbollit e viteve mas rënies komunizmit, mendoj që futbolli ka marrë goditje sepse është prish një strukturë e cila pavarësisht se ka kanë varfër në infrastrukturë dhe në material, po ka kanë serioze dhe ka kanë më organizume, ka kanë trajnerat kanë pas pasion, kanë të licencuar mbas të meritave. Sot ka shumë trajnera me licenca pro, cilat i kanë marrë, nuk e di arsyn se si ose për çfarë i duhet një trajnerit që ndoshta nuk ka perspektivën me kanë trajneri e një ekipit të superiores me marrë licencën pro, por është ndërtu një sistem i cili në bazë asaj licencë mund është me kriju grupe futbollistash ose me hap këto akademit që janë shtushëm, por pyetja është si punohet, sepse flas te ABC-ja është primarja, mënyra se si fëmijët koordinohen, që është në hapat e tyre të parë, mënyra se si punojnë ato për teknikën, që është themelore në hapat e tyre të parë, pra. Ka mangësi në edukim, edhe edukimi kur vjen me vonesë, sigurisht që edhe futbollistat tonë, po të shikosh, kur arrin një moshë të saktuar, në moshën 18-19 vjeçare, një futbollist i cili është rrit në shkollën shqiptare e futbollit, ka shumë mangësi me një futbollist të shkollës franceze. Ose nuk kanë të njëjtat njohuri për futbollin, nuk kanë të njëjtin zhvillim. Sepse vetë shkolla shqiptare është pothuajse e degraduar, pothuajse... Nikon kjo tek kombëtarja, zoti Vata? Nuk nikon për momentin. Është problematik fakti që në kombëtare ka pak futbollistë që i përkasin kampionatit shqiptar? Po është i vetmi futbollist që sot mundesh me thënë ka dalë nga shkolla shqiptare e futbollit, është Ernest Muçi, i cili nuk ka kanë i preferuar. Pavarësisht se ka dalë, ka bë hapin e rrallës, ka bë progres, prap domethënë nuk është i preferuar në ekipin kombëtar. Edhe baza e kombëtarës ka kanë fatmirësisht që shumë shqiptar, familje shqiptarëve të Kosovës që kanë emigruar dhe shqiptarëve të Maqedonisë,
Gjithashtu dhe shqiptarëve shqipnisë që kanë emigru dhe kanë furnizu ekipet kombëtare. Jo vetëm ekipin kombëtar A, po edhe U21-shat, edhe U19-at, U17-at. Gjithë këto kombëtare bazën e kanë tek emigrant, pra. Nuk është se unë po të mendosh që ndërtosh një kombëtare U21 vjeçarsh me futbollistat që aktualisht luajnë ekipin kombëtar, shqiptar ne do jena një kombëtar 21 vjeçar shumë e dobët. Pra fatmirësisht që kena pas mundësi me bë këto zgjedhje dhe me ardh këto prumje, se përndryshe futbolli shqiptar nuk prolon futboll, nuk prolon talentet nuk rriten, sepse sigurisht që ka talentet që lindin në Shqipëri, ka talente, po nuk rriten, përderisa ato nuk bajnë hapat si që duhet mu ba, përderisa klubet nuk kanë projekte teknike për talentet. Talentet kur i identifikon duhet nërtosh një projekt teknik, jo se cili futbollist ka të njëjtat vlera. Pra ka shumë mangësi cilat duhen rregullu, por me i rregullu duhet njerëz, duhen ide, duhen strategji dhe sigurisht që kjo kërkon edhe kohë. Skeptikët thonë se kombëtarja është kthyer më shumë në një produkt marketingu sesa në një projekt serioz sportiv. Po edhe mund tjetë, sepse vetë presidenti i federatës është një biznesmen, është njëri i numrave, nuk është njëri teknik. Pra, sigurisht që presidenti është shumë i zoti me marketing, kjo është e rëndësishme, por nuk ka një hëritë mjaftueshme teknike, pavarësisht se mundet me pretendu që ka mësu shumë gjana. Është tjetër gjë me lexu diçka, është tjetër gjë me praktiku diçka, me një diçka vetë, kupton? Por gjithsesi ai ka ndorë fatet e futbollit shqiptar sepse çdo gjë rretullohet rreth dënimarrjeve që ai merr. Pra, çdo vendim i drejt ose i pa drejt, i mirë ose i keq, sigurisht që ai është përgjegjësi kryesor. Sigurisht që ka mjaftueshëm njerëz që mundesh me bë zgjedhje edhe intelektuale, edhe zgjedhje profesionistash, dhe sigurisht zgjedhjet janë pastaj ato që të ndihmojnë ty me bë hapin e rrallës. Edhe nëse gabon zgjedhje dhe zgjedhja është mediokër, sigurisht që rezultati do të jetë mediokër. Kaq, suksesi i europianit, zoti Vata, sigurisht që e kotoi lart Shqipërinë, por mos ndoshta pati një lloj vetkënaqësie më pas që dëmtoi kombëtaren? Po vetëkënaqësia është si thosh, është një lloj tek ne është shfaqet shumë më shumë se tek kombet e zhvilluara, sepse ne jena një vend që nuk e kishim arritur as një herë, e dyta herë ishte kjo. Çdo sukses i vogël ne kena dëshirë me përjetu në si thosh në eksitimin maksimal. Por jeta normalisht na ka mësuar që sukseset janë aty për t'u arrit, por sukseset nuk mbarojnë kurrë.